Përshëndetje, mirë se erdhët në këtë episod të radhës. Takohemi së bashku në këndin tim të preferuar të këtij podcasti, ku ndaj me ju histori njerëzore, realitete nga diaspora shqiptare. Unë ju flas nga Londra, jam pjesë e diasporës shqiptare. Ajo çfarë realisht më impresionon është historitë njerëzore, përvojat e emigrantëve shqiptar dhe integrimi i tyre, ku realiteti i të cilëve në fakt nuk njihet shumë. Personazhi që kam ftuar sot në këtë podcast njihet. Ju mendoni se e njihni në fakt, por jam e bindur që nuk dini asgjë nga jeta e tij. Dhe ajo çfarë unë dua të ndaj sot është jo vetëm realiteti dhe historia e një emigranti dhe rrugtimi i tij, po të kuptoni se çfarë fshihet pas jetës së një sipërmarrësi, domethënë njeriu në thjesht pas biznesit. Do jetë një bisedë gjatë, shumë e qiltër, miqësore dhe shumë profesionale. Ervin Mulaj, faleminderit shumë që pranove ftesën për t'ju bashkuar podcastit tim dhe mirë se erdhe. Kënaqësi e imja të jem këtu sot me ty dhe faleminderit ty që e bën të mundur këtë gjë. Në fakt, koha shumë e çmuar këtu në Britani, koha e një sipërmarrësi siç e përmenda, ju jeni sipërmarrës i suksesshëm, i njohur, i integruar. Telefoni jot jam e bindur që nuk pushon, do kesh telefonatat shumëta sot. Unë e vlerësoj kohën. Ne bashkë ke pa. E pash, prandaj po dua që t'i kërkoj edhe ndjekësve ndjes se do kemi ndonjë shkëputje, por e tillë është jeta një sipërmarrësi. Por ne do ta fillojmë historinë nga fillimi, përpara se sa Ervini të zgjedh për të emigruar drejt Mbretërisë së Bashkuar. Ta fillojmë jetën tënde në Shqipëri, do kthehemi shumë vite pas në kohë. Jemi gati? Unë kam lindur në Has. Në vitin 1989 me 3 korrik. Dhe jam shkolluar dhe edukuar në shkollat fillore, në shkollën të veçare, të mesme, në Krum, pastaj kam shkuar në shkollë të lartë, por para se dalim në shkolla lartë, unë kam emigruar kur kam qenë fëmijë, praktikisht, dhe kam emigruar në vitin 1995-96, diku mes atyre viteve me familjen time, me prindërin e mi në Greqi, ku kemi rreth 3 vite në Santorini. Pastaj jam rikthy dhe kam vazhduar shkollën. Në çfarë moshe? Domethënë kam qenë diku 6 vjeç, 7 vjeç kur kam emigruar, po. Domethënë ishte vendimi i familjes për të larguar. Po, në fakt ishte vendimi i familjes dhe arsyeja pse shkova ishte sepse duhet mbaja motrën. Kisha motrën shumë vogël. Motra ishte 3 muajshe dhe mami dhe babi do të shkonin të punonin sepse gjendja ekonomike ishte e vështirë. Si ishte jeta jote? Njëkohësisht kujdeseshe për motrën, ishe fëmijë vet akoma, larguar nga vendlindja. Si kujton ato ditë, Ervin? Nuk e di sa gjatë ke jetuar aty. 3 vite. 3 vite, okay. Po, në fakt i kujtoj mirë, sepse kisha ikur nga një vend që nuk kishte asgjë. Qartë. Por me zemër thyr, në Santorin, ku ishte, po themi, Islandi më i bukur në atë kohë për turizëm botë, ishte vendi më ideal për shku për turizëm, ishte vend normalisht ishte vend që ka pasur potencial ekonomik në ato vite. Ma men kur kam shku unë atëherë, marrëdhëniet turko-greke ishin të acaruar dhe ditën e parë, disa avion që s'kisha pa në herë unë avion kisha parë unë, po në kuptimin që avion afër, aq afër. Avion luftarak. Kaluam mbi ishull aty dhe bën xhire dhe unë më tromak se ku shkova. Dhe gjithë lëvizja pastaj shkuri atje sepse shkoj me traget të madh, s'kisha hyrë në traget e kupton. Dhe ne të 3 vite aty dhe u kthyem përfundimisht, pastaj unë kur u kthyem në Has, vazhdova shkollën në klasë 3. Domethënë kam i klasë parë, kam në klasë 3. Përse u larguat? Përse familja jote vendosi një herë të mundësitë ekonomike, ishin mundësitë ekonomike të vështira dhe si çdo shqiptar që është larguar atë. Jo, e kam fjalën, pastaj pse u rikthye? Pse u kthy? Pse çfarë i zgjeniu Greqia, nuk gjetën ato që kërkonin? Babim dhe mami morën vendim që ne të ktheheshim pasi nuk donin që të jetonim në emigracion dhe të ktheheshim në vendin tonë, aty ku ne kemi diçka sot, kemi shumë çka, po kemi rrënjët tona dhe nuk do të na linin që të rriteshim në Greqi dhe të shpërndaheshim nëpër botë. Por historia provoi që ne prapë shpërndam. Këtu e kuptoj lidhjen që pas ke pasur me Shqipërinë, me vendlindjen, është e trashëguar, që është ngjen kjo gjë. E qartë do kalojmë, kemi shumë për të folur, por nuk dua ta humbas linjën e rrëfimit, sepse dua të kemi një logjik
Rikthimi në Has apo jo, Po. pas Greqisë. Po në Has. Si ishte pastaj Ishte jeta pak e vështirë, juaj me si thënë familja, drejtën, ishte- si ishit ekonomikisht, si ka qenë familjaria jote? Absolutisht ekonomikisht ishim më mirë. Papi im nga mësues u bë mjesht ndërtimi, po themi, dhe krijoi një kompani në Has që po thjesht ka ndërtuar gjysmën e Hasit. Dhe ishte i parë, po themi në ato kohë me do format e betonit dhe me vingja me këto gjëra, e kupton? Ishte hera parë rysi për ndërtimin Has. Ekonomikisht ishte shumë mirë. Kisha një problem unë, sepse kur u ktheva në Shqipëri, kisha problem në gjuhën. Kisha harru pak gjuhën shqipe. Edhe shkrimin. Absolutisht. Po duke qenë se nana ime është mësuese, më ndihmoi shumë. Pasi bëja edhe me nanën praktikisht në shtëpi, kisha edhe në Greqi absolutisht më ndihmoi, po më shqenë unë do kisha harru fare shqipe. Janë që mosh vogël. Po pra. Dhe problemin e kisha nuk e kisha në të folur realisht në shkrim. Dhe me kalimin e kohës e mora, do të thonë ishte vështirësitë e para, po themi, po që u rregullu shumë shpejt brenda 6-7 muajve. Ai ishte vështirësia e parë. Në fakt, kontakti ose mbajtja, lidhja me gjuhën shqipe është një sfidë akoma edhe sot që flasim. Prindrit po punojnë privatisht me fëmijët e tyre për të mbajtur gjallë tradita dhe gjuhën shqipe, nuk është se kemi ndonjë institucion që në fakt kam fëmijët e mi dhe jam shumë pishman, fëmijët e mi flasin shumë pak shqip. Shumë pak shqip, edhe është gabimi im. Gjithashtu njëjtën përvojë kam bërë. E pranoj, po gabimi që unë kam bën sepse duke qenë se unë isha në Greqi dhe kur shkova në shkollë, unë ka pas bollizje në atë kohë. Për mua, nuk kanë bollizuar realisht sepse unë nuk disha anglisht, nuk disha greqisht fal. Dhe fakti pse unë mësova fëmijëve këtu anglisht, spari ishte kjo, se nuk doja që të bollizoheshin nga dikush. E drejtë. Por ajo se çfarë ndodhi pastaj është sepse fëmijët, nga që unë kam 3 fëmijë, me e gjatë. Faleminderit shumë. Nga që unë kam 3 fëmijë, ata flasin bashkë në vetë anglisht. Unë s'ju flas asgjë anglisht në shtëpi. Të kuptoj shumë mirë shqip, por me ta kthen anglisht. Kjo është problem për mua realisht, po. Çfarë bëj? Do të thotë koha nuk është e mjaftueshme për të kaluar me fëmijët, sepse jeta është shumë dinamike këtu. Gjesi çdo ditë dhe kthehem në orën 6-7 pas ditës në shtëpi. E tillë është jeta një sipërmarrësi. E qartë. Si e mban mend Shqipërinë ato vite Ervin? Ti ishe 70 vjeç, sa vjeç? Kur u ktheva nga Greqia, në 98-ën, kam qenë diku 9 vjeç. Qartë. Dhe si e mban mend, si ka qenë Shqipëria ato vite? O zot. E mbaj mend shumë keq, sepse ishte lufta e Kosovës dhe ne Hasi jemi zonë kufitare. Unë vi nga një fshat që quhet fshati Dobrun, dhe është vjerore me ish-kufirin e vjetër me Jugosllavinë e djeshme. Është 100 metra larg. Okej. Dhe me shumë trazira politike. Prindë mi vendosen të ktheheshin, por jo në atë kohë, do me thonë, më kthyn mua dhe motrën dhe morën vllajën e vogël sepse ishin të vegjël ne, e kupton? Sepse ai domethënë kishte ankesa nga familjarët tanë që vllai i vogël nuk rrin. Nuk po rrin vetëm, e kupton, ishte sakrificë e madhe. Dhe motra ime neti ke dajet, unë shkova në fshat në Dobrunet janë Has. Dajet unë i kam Kukës, Shumri. Dhe se harroj kur pas kthimit, diku një periudhë me orë 3 mujore diçka e tillë, plasi lufta. Dhe në orën një natë, ka qenë një natë dimri, kishim të papit emisionin Flamur Topi, trupi dhe shëndetin që ose e më mend. E mbaj mend pak. Atë. Se një brezi jemi ne. Po, eksakt. Në nxehtësinë e stufës që valonte dhe drejtarës që bote cikloni bita i akulli ose kokrizi si themi në gjuhën tonë popullore. Dhe drejtarja ime e kuzhinës ishte përballë postës serbit dhe bëri diçka flak, i them nanës time gjyshës. I them, është xhurmë, po s'gjën ngjosi kishim ngrit shumë në zonën televizorit të ngjuar trupit dhe shëndetit. I ulëm zonën televizorit dhe kur dëgjum pastaj krisma automatike i pafund dhe atë natë disa kushërit mi, një ka vdek, 2 kanë ngel për agosur shumë rëndë. Dhe qa kam pa unë, kur jam këtu nga Greqia, është original si puna gazës sot. Si rasti ke parë vdekje me sy, vrasje, absolutisht ka një vdekur ke shtëpia, kupton? Biles, sepse kemi qenë dhe me thonë, nuk kemi ditë dhe murujt, e kupton? Jo fare. Fare. Kemi shku në vend se tiknim drejt na ka rrit zoti si themi. Nga kundërshtari ose nga sulmuesi ne shkonim.
rastin konkret, kur vdiqën ata kushërit e mi dhe disa kosovarë që ranë mina realisht, ne ju shkum serbë dhe më afër për të shtëpia atij ku ishte ai, për ta pa atë. Je përballur me ndonjë moment rreziku? Dhe në kërsimin e plumbave që nuk dihen nga vinin, natën, me letrik në dorë të shku të shtëpia atij me pa atë se si ka ndodhur. Dhe pas 3 diteve, ose pas një periudhë kohë që nuk e mbaj mend shumë mirë me thënë drejtën, kemi lënë fshatin. Është spastru fshati nga njerëzit, kanë ikë gjithë njerëzit dhe ka kërcit lufta tamam. Dhe ka qenë rregull që çdo përfaqësues i shtëpi, për çdo shtëpi një njerëz të ri dhe gjagja im ka ne, domethënë. Si është ky fshat sot që flasim? Besoj ky ka lënë mbresa në jetën tënde dhe do kesh lidhje të ngushtë. Shumë i mirë, njerëz shumë të mirë, njerëz të dashur. Ke investuar për këtë fshat? Me thënë drejtën, po kam investuar atje, kam një farm, babi dhe nana ime atje kanë një aktivitet, kemi një farm dhe po mundojmë ta ndërtojmë çdo ditë. Interesante. Si kanë ndikuar këtë ngjarje në jetën tënde? Ka ndikuar, po them, psikologjikisht, emocionalisht, në formimin tënd? Më të fortë, më kanë bërë më të fortë. Them unë, mendoj unë. Ka më të fortë sepse pranoj ne shqiptarët jemi të suksesshëm dhe punojmë, jetojmë, gjallëndojmë aty ku shkojmë. Sepse e dim nga vim realitetin, vështirësitë. Jemi rrit në kushte të vështira realisht. Gjithë njësoj. Ai që thotë unë kështu na shoja fut kotës. I rrit një brez, një sharr, një lloj ekonomie, një lloj mundësie. Pastaj ke jetuar në Hast. Atëherë unë vazhdova shkollën e të veçare në Krum, mbarova, vazhdova shkollën mesme në Krum normalisht, pastaj shkolla të lartë, kam mbaruar gjeografi në Shkodër, në Universitetin Luish Garakuqi, pas kësaj aty në Shkodër unë jo edhe me gruan time. Historia dashurisë. Po, dhe si u njohe me bashkëshortën? Me bashkëshortën jam njoft në një ditë shumë të bukur me diell, me thënë drejtën. Dhe konvikti i vajzave ishte afër shkollës time. Dhe çfarë moshe kishe atëherë? Unë kam qenë atëherë mos gaboj diku sa i bie 2008. Kam qenë diku 22 vjeç. 22 vjeç. Po. Dhe ditë e bukur me diell, si rradh në Shkodër, se në Shkodër vetëm me çadër do të mënete, kupton? Se shi. Është vërtet. Dhe po kaloni një grup vajzash dhe pash gruan time sot. Dhe thjesht u pam, e kupton? Dhe kaloi, ikej një moment, erdhi një ditë tjetër, një moment tjetër që u pam prap, dhe unë pyeta pastaj, vazhdova pyeta për të kush është ajo. Edhe kërkova që të takoheshim. Dhe kështu. Nuk pranoj normalisht herë. Kupton ajo si fillim se ishte ajo pjesa e jo po kështu. Po. I thash ti, o do pranosh, se s'ke ka shkon aty. Edhe pastaj vazhdoi historia jonë e dashurisë. Shumë interesante, me të cilën ti ke kurrizuar lidhjen dhe ke 3 fëmijë. Jemi të lumtur. Është shumë interesante. Ne duam të kalojmë pak rrugën, të njohim rrugën tënde drejt Mbretërisë së Bashkuar, vendimin nga lufta vendose ta lësh Shqipërinë përfundimisht. Ishte një moment që ti vendos ta lësh përfundimisht Shqipërinë. Më trego pak si ka qenë komunikimi jot me veten tënde në atë periudhë, çfarë i the vetes, çfarë dihet ti për Londrën dhe çfarë prisja nga ky rrugtim. Unë pasi mbarova shkollën e lartë, vazhdova shkenca politike në Tiranë dhe u vendosa në Has pasi mbarova shkollën e lartë, një periudhë u vendosa në Has një vit e gjys, pastaj nga Hasi lëviza prapë në Tiranë për të vazhduar shkenca politike. Dhe për ta përfunduar dhe për ta mbyllur pjesën e përgatitjes shkollore. U martova normalisht, u martuam, kurrizuam dashurinë tonë me gruan dhe vazhduam punë në Tiranë. Provova me në Angli një herë, ilegal. Më kthy, e kam provuar një herë, po. Do të kthyn brapsht. E kam provuar në 2014-ën. Dhe na ka. Si erdhe, na trego pak, si erdhe ilegal? Por s'ka marrë ilegal, kanë kap Francë. Nuk arritet të hysh. Nuk arritet të hysh, Po si pra na e tregosh? Atëherë, historia ishte kjo sepse e shikoja Shqipërinë si një vend që nuk kishte asnjë lloj perspektive për të jetuar dhe për të krijuar familje. E shikoje Shqipërinë atëherë? Atë kohë. Bëhet llav në vite? Mes vitit 2012-2014.
Dhe Po ti kishe një punë të mirë, bashortja jote kishte një punë të mirë. Po, kishim punë të mirë të dy, realisht. Shtëpinë tuaj, biznesin tuaj. Kishim një punë të mirë, biznes nuk, un kam pas biznesin e has, lokal Po kafe jo në bar, Tiranë. edhe në Tiranë. Edhe në Tiranë. Po. Po nuk dilte, nuk mjaftonte. E kupton, nuk kishim të punë, ndoshta nuk dishim. Ishte krijuar ideja vetëm për me ikë, kupton? Ishte perceptimi i gjithë ikim shqiptarëve. Pale çfarë ka Të atje. gjithë po bëshin të pasur. Po e kupton? Po. Dhe kjo ishte më ideja, mania që çfarë po ndodhte sepse kishim mungesë informacioni. Edhe vazhdon akoma. Akoma vazhdon. Por inshallah na sheh kush këtë podcast. Do ta hedhim poshtë. E shef ku kesh na shohim dhe t'i tregojmë se nuk është e lehtë, kupton? Jo, nuk është lehtë. Nuk Ju uroj gjithkujt të ketë shumë gjëra në jetë. Po. Të jeti suksesshëm, të ketë gjithçka. Të ketë akses në gjitha vendet e botës, të udhtoj sa më shumë. Këtë punë që bëj unë, ti apo dikush tjetër në Angli, nëse e bën në Shqipëri është e njëjta gjë. Po. E njëjta gjë. Çfarë do thuash e njëjta gjë? Do të thotë që nëse ti angazhohesh pas punës tate, ti je suksesshëm në Shqipëri. Mendoj unë. Është gjithë angazhimi dhe morëm mundimin që të niseshim, unë nisëm, merrem Itali, për Itali erdhëm Francë, Francë na kapën. U kthym. Ky më bën në 2014. U kthym. Edhe i thash gruas, nuk do të emigroj më. Isha vetëm ti. Me gjithë gruan. Ua, gjithmonë me familjen ti. Po, ajo më tha mua, unë kam der shtyta, s'kam der shtypën për policisë, na kam policia. Ua. Aeroport në polici, unë megjithatë. Dhe u kthy. Kishit fëmijë? Jo. Vetëm pa fëmijë. Okej. U kthy. Po prap në atë punë që ishim, gruaja punonte tek shërbimi social, unë punoj në SHE dhe ishte gjithçka në rregull. Një natë të bukur me shok tim, me mik tim që sot është në Amerikë realisht. Po darkonim. Dhe thotë mora vizën për Angli. Si më mora vizën për Angli? Kur e mora vizën për Angli? Edhe inati i shqiptarit, ti e more dhe unë se mora. Jo, s'kishte lidhje fare me natë, sinqerisht, jo për të shaka. Ambicia. Maybe no është ambicia. Thosh ti e more vizën, unë s'e tregu pse si e more, tha, kom apliku, tha, këtu atje, ose çam tha. I çoj mesazhun drejtorit tim. Direkt. Nesër nuk vi. Punë. Edhe me letrat, unë shkoj mori kisha për përzimin Gjenesia numër 6 kombinat. Shkova atje, mori letrat, me këtë bambim dhe gruaja që po më shifte mua, tash nuk gruaja ishte shtatzon. Prisnim me lind çunin me të drejtën. Kishim një 3 milion lekë të shtëpia, vjetra. Edhe më shifte mua shumë edhe me çfarë po bën se ne na duan ato lekë, ti mos haxhë lekë me vizë. Kursenit. Kurseni. U mundonin kursenin realisht. Ja dilnit kursenit me rrogën që kishit me standardin e jetës në Shqipëri. Jetonin normal. Të jemi sinqertë. Sepse njerëzit kursimtar janë të suksesshëm. Po. Du të dish ku më kursy dhe du të dish ku të investosh, pse të investosh. Po pra, kjo është. Sepse kot i marrë të lekë kodin në kot i stikut apo diku tjetër në bankë dhe rrin. Kam se gjithmonë ka një objektiv kur kursen. Po. Lekë do të prodhojnë lekë. Po s'prodhojnë lekë doesn't work. Ky është mendimi im. Është vërtet. Botën biznesin. Dhe i për aletat unë, gruaja që mante i natë, domethënë, mante me ri, sepse ti harxhu lekët. Se ne kena çunit, tash kam rinë çunë na duhen lekët në këtë. Unë harxhoj 1 milion lekë me vizat, i bën ato aplikimet. Edhe për 2 javë. E kisha me sikletë, kupton, shkosha në punë, shifi mellin. Edhe te puna ime kam punu me një grup njerëz shumë të respektuar, kam pasur 3 goca që i kam pas aty në zyrë dhe unë kam qenë terren. Kështu shef ekipi, e kupton, me prerë dhe me këto, ku diu. Është atë. I them asaj kolegës time, thash të lutem ma shikoj mailin. Sepse s'kishim atë duke më hapi mailin kompjuter, nuk kishim edhe telefon atko. Kishim Samsung S3 shumë të keq, s'u hapte emaili aty. Ishim pak mbrapa me teknologjinë. Exactly. Ky më bëhet 2014. Dhe i thash ma shikoj mailin, thash se më duket ka në përgjigje nga ambasada për punën e vizës. Jo thot, nuk e ka ashtu. Nëse përfundimisht erdhi emaili ditën e shtunë. Ditë shtunë. Dhe si erdhi? Erdhi emaili, hatet të merr pasaportët, se ka përgjigje apo vetëm përgjigje, jo emaili që marr vizat. Është vërtet. Unë makinës aty ke ETC-ja. Në ka ku di unë peshallah ka marr vizën se do po kisha shku me ide që nuk e kam marr, nuk e kam marr vizën, më dëgjoj. Ma përshkruaj këtë procesin deri tek marrja e përgjigjes. Çfarë po mendoje, çfarë ndërroje, çfarë kërkoje nga ajo përgjigje? E kisha më shumë qejf ta merrja vizën realisht, ishte për mua ishte fillimi i jetës së re. Realisht. Eksplorimi diçka e tjetër. Sepse fillimi i jetës së re do të thotë në një shtet mundësive, në një shtet që unë si e mendoj atë Angli, një shtet rregull, një shtet që gjithçka është perfekt. Perfekt. Bësh i pasur, bësh i pasur shpejt. Exactly.
nuk e disha që të më gjente. Shkova hypa atje sipër, mora ato qeset, kanë qenë ato qeset si harroj kur, se kështu ngjyrë hini. Aha, e mbaj mend ashtu se dhe kështu e ka marr vizën. I hapa, kur e hapa e shoh, ma kishin dhënë vizën. Ua, jam habita i swear. U habita u shokova. Të kishin dhënë vizën. Ma kishin dhënë vizën, mu dhe gruas. Wow. E marr gruan telefon si të boks të pjesën e. Tash s'na ka dhënë. Kam ditë, atë kam thonë, ne, këte, me tash lemra atë lutem. Edhe kisha tash me kalu, më shku ke puna ime, kisha me kalu rruga Durrësit. Edhe kaloj ka rruga Durrësit. Ja, më gjithë pasaportën ke dera, i thash, por gati, se do ikim pas nesër. Wow. Edhe ajo kishte në shaka. Të dy e donit shumë. Po. Ajo kishte me dyshme, thënë drejtën. Pra, ajo kishte me dyshme, ndërkohë me sa di unë ajo donte më shumë qëndrim. Tash ka qefur i këtu. Tani ajo nuk do të ikë, ndërsa ti do të ikësh. Eksakt, edhe kundërta. Jemi në të kundërta. Dhe përfundimisht pas një muaji kemi lëviz nga Shqipëria. Kam marrë Angli. Me det për mua që më ka gjetë kur kam marrë fillim. Prit, mos më janë shkaloj gjërat, sepse duam të kuptojmë procesin. Është më i rëndësishëm procesi se edhe qëndrove si turist. Atëherë erdhëm vizë turistike. Po. Edhe kisha ardhur me idenë për ta djegur vizën. Atëherë, ideja ishte kjo. Cili ishte objektivi jot? Objektivi ishte kjo që çuni do linte për 2 muaj. 1 muaj gjysmë diçka tjetër. Doja që ti merr dokumentat çunit. Po. E kupton? Diçka që s'u arrit kurr në atë lloj forme që doja. Po kush ta unë. kishte thënë ty këtë? Kisha informacion nga thashë themet e tavolinave, shokëve, ku diun tash më thashë, po çkosh në Angli dhe të lindi çuni atje. Ta regjistrosh ti fëmin emër dikujt, të tatit, këtij, tezës, djalit, hallës, shokut, tagjës, e kupton, pa lidhje kot. Do marrësh çunin për ti që pastaj do marrësh ti letrat nga çuni, e kupton? Ishte fantazi kjo, më realisht. Kur erdha këtu, gjithçka